Ju përshëndes, mirë se erdhët. Do të flasim ditën e sotme për tregun e punës. Sot është mbajtur edhe mbledhja e Këshillit Kombëtar të Punës, ku ministri Adelina Ibrahimaj ka vënë theksin tek ndryshimet ligjore pikërisht për të nxitur punësimin. Kjo jo vetëm si një përshtatje ndaj direktivave të Bashkimit Evropian, por edhe si kërkesë e kohës, duke qenë se bizneset po përballen prej më shumë se 2 vitesh tani më, me mungesën e fuqisë punëtore. Pa diskutim të gjitha këto nuk mund t'i shohim të zhveshura nga ajo çfarë është kryefjalë, pra nga mësymja teknologjike dhe inteligjenca artificiale, se si e kushtëzon apo ndoshta edhe e kërcënon tregun e punës, edhe si mund të përdoret një gjë e tillë si avantazh, pse jo. Kam kënaqësinë që të kem në studio Gertiola Çepani, drejtoreshe shërbimeve të tregut të punës në AKPA. Përshëndetje, mirë se erdhe, kënaqësi që jemi ne. Kënaqësi edhe për mua. Po ashtu është bashkuar Nadia Elbasani, pedagoge, eksperte e sigurisë kibernetike. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Kënaqësi, do të na bashkohet edhe Elda Bajraktari, eksperte e tregut të punës. Ndërkohë, dua ta nisim pak përpara se të shkojmë tek ajo që tha ministra ditën e sotme. Për herë të parë, shifrat e punësimit janë pozitive, gjithmonë në raport me të rinj, që le të themi kanë qenë jashtë tregut të punës apo në një përqindje më të lartë të papunë. Çfarë ka ndikuar, sepse për 2025 ka një përmirësim të shifrave? Tani, edhe në qoftë se flasim si qytetar, jo vetëm si përfaqësues i një institucioni shtetëror, kuptojmë që mundësitë për të rinjt janë të shumta. Pra gjithë zhvillimet digjitale që janë për gjithë përmirësimet e shërbimeve që kanë ndodhur, janë një lehtësi për të rinjt, për të kërkuar tashmë vendin e lirë të punës që ata ju përshtatet. Në qoftë se më përpara në rinin tonë, ndoshta ose kur ne kemi mbaruar universitetin, duhet të lëviznim për të marrë një gazetë Chelsea dhe për të parë vendet e lira të punës që ofroheshin, tashmë mjafton me një telefon nga shtëpia, mund të futesh në portale të ndryshme dhe të shikosh vendet e lira që ofrohen tashmë në tregun e punës. Portali i punësimit puna.gov.al është një nga risitë e kohëve të fundit, ne kemi diskutuar dhe në takimet më përpara, për të thënë që gati është një numër shumë i madh, 182.000 përdorues futen tani në portal, shikojnë vendet e lira, hapin llogaritë veta. Kanë interes për të ka parë shumë edhe interes kërkesat e tregut. dhe zhvillimet e fundit që ne dhe i kemi diskutuar janë që të gjithë personat mund të aplikojnë direkt për vendin e lirë të punës, ndoshta edhe pa shkuar fare në zyrën e punësimit. Pra ka ndodhur një sër ndryshimesh. Pastaj si përfaqësues e institucionit patjetër që do të them dhe gjithë zhvillimet dhe gjithë mbështetjen që jep institucioni për të rinjt, ku flasim për programet e nxitjes punësimit, ku një sër programesh të ndryshme mbështesin të rinjt. Kemi kurset e formimit profesional, është tashmë arsimi i mesëm profesional, si një risi edhe me zhvillime të reja, dhe shumë e shumë në programet e tjera që janë diskutojmë. këto, le të themi, nxitse të faktit që sot ka më shumë të rinj të cilët janë pjesë e tregut të punës edhe ka një rënje të normës së papunësisë në radhët e tyre? Patjetër që po, sepse është rritur punësimi i grupit të rinjve. Të rinj tashmë kanë dhe më shumë besimin të aplikojnë për vendet e lira, të drejtojnë zyrave të punës apo të marrin pjesë në programet që ne ofrojmë. Ju e shihni këtë si atribut edhe të rolit që ka luajtur vetë agjencia, por nga ana tjetër, sa ndikim mund ketë vetë si vërmarrja, pra për të ofruar, le të themi, punë, por edhe kushte pune që shkojnë për shtat nevojave që ka kjo kategori. Tani, këto janë nisma qeveritare, në fakt nuk është vetëm agjencia që ka punuar, në këtë ka nisma të qeverisë të ndryshme që mbështesin të rinjt, kanë ndikuar për përmirësimin e kushteve të punës, për rregullimin e pagave, për rregullimin total të tregut punës, kështu që duke patur zhvillime të ndryshme në fusha të ndryshme, kjo ka sjell edhe rritje të punësimit të rinjve dhe ulje të papunësisë normalisht të grupit tyre. Mirë, do flasim për secilin, pra se si ka ndikuar, sepse ditën e sotme kishte një njoftim nga agjencia për më shumë se 13.000 persona të cilët kishin përfituar nga programi nga programet të formimit profesional. Në fakt, agjencia kombëtare nëpërmjet qendrave të formimit profesional që janë 10 të shtrira në gjithë Shqipërinë, ofron mbi 100 kurse afatshkurtra, ku mund të kërkuarat janë instalime hidraulike, elektrike, kuzhinë, grafik dhe web designer, udhërofyes turistik dhe shumë kurse të tjera,
që gjatë vitit 2025 plot 13.000 persona, 13.363 persona ndoqën kurset e formimit profesional. Duhet thënë që për të gjithë personat që janë punëkërkues të papunë të regjistruar, në raport me 2024 është 11%, dhe besueshmëria rrjedhimisht? Po, është 11% më shumë se sa shifra e 2024-s. Kështu që është një numër i madh, siç tham, të rinj që ndjekin kurset e formimit profesional dhe që i drejtohen tashmë zyrave të punës. Doja të thoja që për të gjithë punëkërkuesit e papunë që janë të regjistruar në zyrat e punës, këto kurse ofrohen falas. Mjafton që të drejtohen në zyrat e punës, të regjistrohen aty dhe të ndjekin një nga kurset që kanë dëshirë për të ndjekur. Ne kemi folur pak edhe në fakt nga zhvillimet digjitale për kursin e kodimit, ku janë 2597 persona që e kanë ndjekur dhe kursin e kodimit për të zhvilluar për 2597 për të rritur aftësitë e tyre në fushën e digitalizimit. Nga janë kryesisht se po nga gjithë Shqipëria, Tirana ka qenë kryesisht, sepse duke menduar që dhe ofruesit e formimit profesional janë të vendosura kryesisht dhe ofrojnë kurset në Tiranë dhe numrimi i madh është zhvilluar në Tiranë. Ndërkohë, Nadia, fakti që se si ndikon teknologjia inteligjencë artificiale kryesisht. Në një raport të fundit të ILO-s, Organizatës Ndërkombëtare të Punës, vijej në dukje pikërisht, por edhe në forumin ekonomik të Davosit, ka qenë kryefjalë inteligjencë artificiale, se si ndikon në tregun e punës, nëse penalizon apo duhet parë si avantazh. Edhe në fakt, është kjo dilema më e madhe, jemi ne në kushtet që të mendojmë seriozisht, pra nëse kërcënohemi dhe është momenti pikërisht të vendosim piketat për të mos e lejuar një gjë të tillë që të ndodhë, por përkundrazi ta shfrytëzojmë si avantazh. Atëherë përfitoj nga rasti që përpos gjithçka pozitive, përmendim edhe një hap që duhet ndërmarr për të mos u gjendur në situata të vështira në të nesërmen. Fakti që propagandojmë teknologjinë është diçka pozitive dhe unë po ashtu kam qenë dhe jam akoma një ndër personat cilët tentojnë shumë që të rinjt të zhvillohen nga aspekti digital, pra të rrisin aftësitë e tyre digjitale. Kjo nuk do të thotë që domosdoshmërisht të kemi një prurje studentësh të cilëve nuk u garantojmë dot një hapësirë ditën e nesërme në tregun e punës. Dhe kjo hapësirë do duhet të jetë shumë dimensionale. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them që të mos ngushtohemi vetëm në Republikën e Shqipërisë, por të shohim se kush janë projektet ndërkombëtare për sa i përket teknologjisë informacionit. Si mund t'i bëjmë në pjesë këto projekte ndërkombëtare në Shqipëri, për të gjitha avantazhet që Shqipëria ka, për motin që Shqipëria ka, për rinin që Shqipëria ka, gjithçka të mirë që ne kemi, do duhet që të thithim më shumë projekte ndërkombëtare në Shqipëri me qëllim që këta studentë të cilët promovohen që në bankat e shkollës dhe ne vazhdimisht qoftë nëpër televizione, qoftë kudo kemi tendencën për t'i çuar studentët drejt teknologjisë informacionit, tu garantojmë atyre nesër një të ardhme më të sigurt se sa thjesht tregu kombëtar. Sepse tregu kombëtar në fakt do të arrijë një pikë që nuk do të mjaftojë me kaq shumë studentë sa ne kërkojmë të çojmë drejt teknologjisë informacionit. Po, sikurse edhe dek të tjera. Në raport me formimin e tyre. Nuk mundet që të çojmë student pafundësisht tashmë drejt teknologjisë informacionit dhe nesër të gjendemi përpara kushteve ku nuk kemi aq shumë projekte sa ka aq shumë student. Ndaj, projektet do duhet të thithen që në këtë moment me qëllim që të gjithë studentët 2000 e ca që janë në për kurse që rrisin aftësitë e tyre digjitale, por edhe në për fakultete, ti garantojmë një të ardhme të sigurt me projekte shumë dimensionale. Pra jo vetëm projekte kombëtare, sepse në vetvete, projekte teknologjike në Shqipëri mbeten të vogla. Në momentin që ne kemi një bashkëpunim ndërkombëtar, sepse teknologjia këtë ka si favor, që fakti që kemi një bashkëpunim ndërkombëtar na bën që të futemi në tregun ndërkombëtar shumë shpejt. Ne duhet që të thithim projekte ndërkombëtare me qëllim që t'i garantojmë studentëve një mundësi më të mirë ditën e nesërme. E para. E dyta, ju thatë që me të drejtë u diskutua edhe në konferencën në Davos mbi teknologjinë, inteligjencën artificiale, automatizimin. Dhe ishin të gjitha këto në fakt ndryshe nga vitet e mëparshme në tryezë dhe nuk fliteshin më si diçka që do të vi në të ardhmen, por diçka që ka ardhur. Dhe mua më erdhi shumë mirë në fakt që pati dhe një përballje midis
SBA-s, Europës edhe zhvillimit që inteligjenca artificiale ka, po ashtu edhe në Kinë, do duhet ta pranojmë si fuqi ekonomike që janë. Dhe të gjitha këto, duke u drejtuar në teknologjinë e informacionit, na japin më shumë mundësi që të zhvillohemi dhe të kuptojmë se si do të funksionojë teknologjia në të ardhmen, duke parë trendin e inovacionit në SBA, po ashtu edhe në Kinë, edhe po njëkohësisht duke parë edhe kornizimin ligjor që Europa i vendos teknologjisë informacionit dhe inteligjencës artificiale. Tek ajo, unë dua të ndalem pak, sepse e pe në dy rafshe, le themi, në atë çfarë është si profesion në vetvete për t'ju garantuar të gjithë atyre që mund t'jenë diplomuar për teknologjinë e informacionit dhe për të krijuar kushtet për në të ardhmen gjithmonë, sepse sot tregu në Shqipëri mund të jetë i kufizuar, ndërkohë vetmja mënyrë që ata të mbjetojnë në treg është që të hapen, të dalin përtej kufive të Shqipërisë. Nga ana tjetër, ajo çfarë unë nisa në fillim është duke parë këtë mësime teknologjike në raport me vendet e punës, duke qenë se përfshirja, le themi, penetrimi i teknologjisë shihet si kërcënim për disa profesione. Disa profesione është dhe kategori, për shembull, kam parasysh këtu kur raporti i organizatës ndërkombëtare të punës vjen duke faktin se nga analizat dhe fakti pra rreziku i ekspozimit ndaj inteligjencës artificiale tregon se individët më të rinj të moshës 15 deri në 24 vjeç me një nivel më të avancuar arsimor përballen me një rrezik më të madh nga automatizimi. Pra fakti që punët sot pra nuk do të kemi më punë entry level, që do të thotë në treg do të kërkohen gjithnjëherë më shumë specialistë që dinë të përdorin teknologjinë e cila bën pjesën bazë. Atë pjesë të cilën më përpara e bën. Ky është ai kufiri bisht, le të themi. Pikërisht është zëvendësuar dhe pritet të zëvendësohet edhe më shumë pjesa bazë. Pra ajo që më parë kryhej nga një punonjës i ri, nga një student që sapo ishte punësuar, këto punë tashmë mund të automatizohen dhe me të drejtë do të automatizohen. Ai që nuk do të përqafojë teknologjinë dhe nuk do të arrijë të kuptojë që duhet të rrisi aftësitë e veta në bazë të zhvillimit teknologjik. Por në çfarë niveli duhet të bërë kjo, pra ai kufiri që është kaq delikat për të mos lejuar që çdo gjë do ndalemi edhe për këtë se dua t'i uroj mirëseardhjen zonjës Elda Bayraktari, eksperte e tregut punës. Përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit. Kënaqësi që jemi ne. Ne diskutuam, në fakt duket shumë bukur ekrani me tre zonja, por diskutuam lidhur me faktin që për 2025-ën ka një rënje të normës së papunësisë në radhët e të rinjve. Ne dim që për vite me radhë, kur flasim për të rinj të grup moshës 15 deri 29 vjeç, niveli i papunësisë ka shkuar deri 22, ndoshta 23%, ndërkohë që sipas Instat, kjo shifër ka pësuar rënje në 2025. Mbi faktorët që kanë ndikuar, unë dalëm pak, por unë dua të analizojmë faktin që çfarë i mban të rinj të larg, që do thotë përshtaten kërkesat apo ofertat në treg me nevojat dhe kërkesat e të rinjve sot? Unë do shkoj pak përtej teknologjisë, nuk do prekem vetëm tek teknologjia, por në tërësi, për mendimin tim, ka akoma mismatch ose ka mospërputhje të kërkesës me të ofertës. Problemin unë e shoh më shumë në aspektin social lidhur me çfarë ju ofrohet të rinjve sot. Të rinjt përballen me një pagë minimale e cila nuk mbulon kosto jetese, sidomos në Tiranë, që është kryeqyteti, që ka shpenzime të më të mëdha, dhe një entry level position, pra një pozicion bazë për një student që sapo ka dalë nga bankat e shkollës, nuk ja ofron këtë mundësi dhe kjo e frenon aplikimin. Po ashtu, kemi edhe ata që shkojnë në përpozicionet të caktuara përballen me shumë ditë pune, deri edhe në mos pasje asnjë ditë pushim javor. Po ashtu, kemi orë të gjata pune, të cilat janë edhe të paqarta, përse vinë këto orë të gjata, vinë nga një kërkesë në momentin e fundit, nga një epror përkatës, apo vinë vërtet nga një ngarkesë pune, apo vinë vërtet nga një paaftësi momentale, por të përdorur një teknologji e cila vërtet ta lehtëson atë punën bazë, të shkurton kohën e para përgatitjes, siç mund të jetë draftimi një letre, draftimi një shkrese, apo mund të jetë automatizimi një tabele, sintetizimi një informacioni e të tjera. Ka ndryshuar në fakt edhe qasja e rekrutimit, për hir të së vërtetës nga vështirësia në pjesën e menaxhimit
të punëmarrësve, rekrutuesit tani po bëjnë më shumë rekrutim në bazë referencash, në bazë rekomandimesh, dhe kjo po e vështirëson hyrjen në treg të rinjve, sepse nuk kanë atë nivelin e njohjeve, nuk kanë atë nivelin e përvojës. Po ashtu në treg ka edhe shumë njoftime që në fakt i përkasin një entry level, pra është një pozicion bazik, por kërkesa që vendosen aty për të plotësuar nga kandidati, duhet të jetë të paktën për mid level. Aty kërkohet që, për shembull, unë kam parë disa njoftime në lidhje me burimet njerëzore. Është njoftimi shprehet. Kërkojmë një drejtues, një menaxher për burimet njerëzore, që të njohë tregun, kodin e punës, të njohë prirjet e ecurisë së tregut të punës, të ketë marrëdhënie të shkëlqyera, aftësi ndërpersonale të shkëlqyera, mjafton që të ketë një vit punë pastaj, ose mjafton që të ketë 2 vite punë më përpara. Ndërkohë që kërkohet një pozicion shumë i lartë me kritere të ulta, është edhe një invers. Kërkojmë në një specialist për burimet njerëzore që t'i di të gjitha këto. Pra ka një mospërputhje në ato se çfarë kërkohet. Megjithatë, në mënyrën se si e parashtruat, dhe gjithmonë nëse e kemi parë çështjen e punësimit, institucione, punëdhënës, pra sipërmarrja, biznesi, të raftë, dhe nga ana tjetër punëmarrësi, në të trekëndshin dhe në ato që është thelbësor, se jo gjithmonë institucionet ndërmjetësojnë, por raporti ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit e shihni më shumë në raport, pra përgjithësinë deri diku ja kaloni punëdhënësit. Faktin që shpesh kërkohen apo parashtrohen kërkesa të cilat nuk shkojnë për shtat nevojave. Dhe nuk kanë asnjë linjë logjike në mënyrën se si artikulohen. Tani çështja është, a e ka luksin sot sipërmarrja që të vi me këto kërkesa, ku ndërkohë ne dim me çfarë vështirësisht po përballet vitet e fundit për shkak të mungesës fuqisë punëtore, që është e detyruar që ta zvendçojë përmes kontratave me vendet votës së Jam dakord ajo që thuhet, që në fakt punëdhënësit kanë kërkesa të shtuara, domethënë sepse ndoshta edhe nevoja e tyre, ata duan një person me eksperiencë të mbarojnë punën, sepse është si punë kosto përfitim. Dhe ai do shikoj përfitimin e vet duke kërkuar persona më të specializuar. Problemi është që dhe te të rinjt ka një lloj mos rakordimi me vendet e lira të punës. Është kjo ndoshta që sepse të nisësh jetën në Tiranë dhe paga duhen të larta, duhet të kesh një lloj standardi. Duke pritur një lloj standardi, nuk fillojnë asnjëherë as aty ku ju ofrohet një vend pune, sepse thotë nuk ja dal dot, dhe duke pritur vende më të mira dhe paga më të larta, nuk i pranojnë vendet e lira të punës. Në fakt, kjo pastaj fillon e krijon këto, sepse institucioni, duke të kthehen prapë tani te politika dhe te programet që AKPA ofron një sër programesh për të rinjt. Për shembull, një nga programet është praktikat profesionale për gjithë ata personat që kanë mbaruar arsimin e lartë 24 muaj të fundit apo shkollën e mesme profesionale, për t'i thënë të riut, hajde regjistrohu, të gjej një praktik pune, të bërë 6 muaj praktikën, pra për të krijuar të eksperiencën e parë të punës. Po janë shumë të lumtur që nisin një eksperiencë të tillë, shumë prej tyre të riqen dhe thonë jo, nuk dua me këtë pagë, nuk mund të filloj me këtë lloj kushtesh. Mirëpo, unë gjithmonë në çdo takim, në çdo diskutim e themi këtë që duhet të nisësh nga diku. Ndoshta është shumë e vështirë të nisësh me një pagë minimale ose pagën që nuk i plotson dot gjitha ato kriteret ose gjërat që ti do të krijosh. Tani paga është elementi apo aja e çdo negociate për punësim? Që do thotë është ajo çfarë favorizon dhe nga ana tjetër penalizon? Është shumë e rëndësishme. Është një ndër elementet, sipas teoricienit të motivimit Herzberg, paga futet tek elementet e higjienës së punës apo faktorët e jashtëm, për hir të së vërtetës. Por paga nuk mund të shikohet asnjëherë e veçmas. Paga shkon në një trekëndësh që ka të bëj me ngarkesën e punës dhe ka të bëj dhe me kuptimin apo me kënaqësinë në punë. Dhe është një trekëndësh. Dhe nëse ky trekëndësh, po flasim për fazën e parë të rekrutimit, po flasim për shpërblim të drejtë. Rinia sot pret një shpërblim të drejtë, i cili nuk do të thotë domosdoshmërisht një pagë e lartë. Një shpërblim i drejtë është për sa po punoj, sa po paguhem. Unë e shikoj edhe në të dyja anët problem. Nuk është vetëm problemi i punëdhënësve për hir të së vërtetës, sepse punëdhënësit kanë patur ato vështirësitë e tyre të akumuluara për sa i takon nivelit të profesionalizmit apo nivelit të zhvillimit të punonjësve të caktuar,
kanë patur ato problematikat e tyre që kanë përgatitur staf, janë dedikuar në trajnim në një zhvillim kapaciteti të cilin më pas ua ka marrë një konkurent apo ua ka marrë një punëdhënës tjetër, dhe këtu hyn në lojë edhe paga, por edhe kushtet e punës, dhe në këto kushte kanë thënë, okej, po kërkoj një person që është gati. Dhe kjo pastaj, por ti të marrësh një person që është gati, duhet ta shpërbesh me një pagë gati. Dhe kjo pastaj fillon veza pula vezën. Këtu jemi në këtë histori. Një detaj që duhet të sjellun këtu është që të rinjtë e sotshëm nuk e shikojnë punën për mbijetesë, siç e kemi parë ne, apo brezi i prindërve të rinjve. Puna është pjesë e jetës dhe nuk është e gjithë jeta. Prindrit e rinisë së sotshme kanë duruar dhe durimin e kanë quajtur virtyt. Ndërkohë, sot, durimi nuk është pjesë e një virtyti. Sipas të rinjve sot, respekti është një normë e cila duhet të jetë aty dhe nuk ka pse të fitohet. S'kam pse të stërmundohem unë që të respektohet. Pra janë të rinj edhe që nuk bëjnë kompromis, sepse ne kemi diskutuar që ky është një brez që nuk bën kompromis. Çështja është që ndërsa ky brez ka avancuar me kërkesat dhe mënyrën se si ai do të përshtatet, tregu i punës, biznesi, sipërmarrja, punëdhënësit kanë mbetur në stagnacion në këtë drejtim. Pra është e rëndësishme që në këtë spirale le të themi që edhe ata të jenë në bazë të kërkesave që mund të kenë këta të rinj. Ndryshe krijohet ky kontrast dhe fakti që ata mbeten jashtë tregut punës. Ju përmendët fjalën stagnacion, në fakt do duhet që apo edhe prova tani nëse kërkoni punonjës të rinj, kërkoni punonjës që të kenë aftësi digjitale dhe të kenë shumë aftësi njëkohësisht dhe të përshtaten kollaj me vendin e punës dhe të aftësohen sa më shpejt, normalisht do duhet që të ketë një feedback pozitiv. Dhe nuk mundet të vazhdohet duke thënë që për të arritur në një pozicion të tillë pune mua më është dashur 5 vite, pse nuk pret ti 5 vite. Jo, tregu punës ndryshon shpesh. Jo në këtë mendsi, jo në këtë mendsi. Nëse mbetemi në të njëjtin nivel, nuk duhet më pas që të ankohemi pse po na largohen të rinjt drejt një projekti më të madh ndërkombëtar. Ne duhet që të kuptojmë që tregu në Shqipëri do duhet jetë si tregu evropian. Në të kundërt, atëherë nuk kemi të drejtë të pretendojmë. Në këtë kontekst e kisha që ndërsa kërkesat e të rinjve sot dhe nuk kanë dhe nuk duhet jenë të detyruar të ndjekin le të themi modelin tonë, pra durimin apo të kalisin disa virtyte që i ka pas një brez më parë. Sot janë në kushte tjera, sot tregu kërkon është jetë për fuqi punëtore. Më shumë se sa të shofrojnë, sepse duhet parë pak edhe kjo pjesë, duke qenë që ne jemi pjesë e institucionit që kemi të dy palët aty. Ndoshta të rinë do unë jam dakord nëse njëri ka të gjitha aftësitë për të kërkuar një pagë shumë të mirë, kushte shumë të mira pune, është shumë dakord, po jo sepse shoku i tij gjeti një punë shumë të mirë dhe kishte aftësi shumë të mira, të vej dhe tjetri thotë, jo, po pse gjeti shoku im, unë dua punën si ai, ose pse ky personi është tu drejtor, do bëjmë thonë drejtore pse duhet të presu 20 vjet sa ka pritur. Personi duhet të japi më të mirën e vet, të ketë sa aftësi, të fitojë sa aftësi për të kërkuar pastaj dhe pagë më të mirë dhe kushte më të mira. Nuk mund ta pretendoshin në momentin e rekrutimit, kur pyetja e parë është sa e kam pagën. Duhet të fillosh diku. Nëse ti pastaj ke investuar te vetja, ke krijuar aftësi kaq të mira, kaq pozitive, mund ta kërkosh këtë gjë, po duhet pak eksperjenca. Nuk besoj që në shkollë mund të krijohen të gjitha këto aftësitë për të kërkuar pastaj. Kjo cila ka qenë kërkesa, duke qenë se e përmendë që jeni mes atyre që kërkojnë të punësohen dhe nga ana tjetër atyre që ofrojnë punë. Kërkesa më e pazakontë që keni hasur? Ndodh, me shumë të rinj ndodh, sidomos në poste menaxheriale apo në poste drejtuese, i duan direkt dhe vinë aplikojnë që në momentin e parë, pa pasur asnjë lloj eksperience. Thotë pse mos ta marr këtë punë, pse mos filloj të bëhem këtu menaxher ose drejtues, se çfarë më mungon mua, unë mund ta bëj këtë gjë. Dhe kjo duhet par pak pastaj. Se jam shumë dakord ajo, që të rinj duhen vlerësuar, nuk duhet thënë që janë të rinj edhe unë s'po ju jap pak, s'po i paguaj se këta të vënë në moshën tonë edhe do ta paguaj pastaj kur është absolutisht e gabuar kjo gjë. Dhe patjetër që duhen mbështetur të rinjt. Një nga politikat, një nga projektet e qeverisë shqiptare që mbështetet nga Bashkimi Evropian është ai garancisë rinore në fakt. Po, do ndalemi. Po, ndoshta ndalemi pak më vonë. Po, ka pasur një ecuri shumë të mirë në 3 rajonet pilot. Kishte diçka për të shtuar? Në suport në fakt, çfarë u tha, është e vërtetë që edhe të rinjt kanë disa pritshmëri që shkojnë përtej realitetit. Unë kisha një rast konkret të një individi që sapo kishte përfunduar studimet për informatikë ekonomike edhe kur dëgjoje vetëm fjalinë që sapo kam përfunduar studimet, por pretendoj një pak diku te 70.000 lek neto,
Reagimi i parë është që po prit se ti sa po ke dalë nga bankat e shkollës, pse duhet të marrë 70.000 lekë neto. Por ne harrojmë një detaj, që këta studentët sot, përveç se është paragjykim, këta studentët sot, për hir të teknologjisë, fal teknologjisë, fal edhe hapjes së kufirit dhe mundësisë për të punuar në distancë, kanë arritur të fitojnë aftësi. Dhe pavarësisht se ky student, ne duhet të bazohemi, ne si rekrutues, se kam fjalën, apo si punëdhënës. Në momentin që kemi një profil përpara një kandidatur, nuk duhet të paragjykojmë vetëm përse është në fazën që ka përfunduar studimet apo pa vlerësuar apo duhet të vlerësojmë përvojën, duhet të vlerësojmë përvojën e mëparshme. Nëse ne kemi një përshkrim pune të qartë, nëse kemi disa kritere shumë të qarta, dhe ne jemi të aftë që nëpërmjet pyetjeve që bëjmë, nëpërmjet testimit, nëpërmjet intervistimit, të arrijmë që të identifikojmë përputhshmërinë, të identifikojmë nëse ky individ i posedon këto aftësi dhe cilësi. Për shembull, edhe këto mënyrat e rekrutimit janë shumë të rëndësishme. Pra, nuk mund të tejkalohet të gjitha me një CV dhe pa pasur atë kontaktin e drejtë për drejtë për të kuptuar se çfarë potenciali është individi që ke përballë. Të rinjtë duan shumë të pjesën, duan pjesën e këshillimit, që të ndjenë mirë, dhe në momentin që ti fillon një flet, ndoshta edhe mënyra se si e rekruton, ndoshta ndikon shumë te pjesa se si e pranojnë çdo gjë, sepse edhe kjo është shumë e rëndësishme te të rinjtë. Nëse i qasesh pozitivisht, edhe ata patjetër që do japin rezultate. Po ke mundësi ti njohësh edhe të kuptosh potencialin që mund kenë, aftësitë që mund kenë, dhe sa janë këto aftësi pastaj në përshtatje me pozicionin. Ndoshta në brezin tonë eksperiencat ishin shumë të vështira për të krijuar që në shkollë, që në fakultet, kurse sot ata që në shkollë të mesme, sidomos ne shohim nxënësit e shkollave të mesme profesionale, që janë IT, hoteleri, turizëm, ata fillojnë që në shkollë të mesme krijojnë eksperiencat e tyre, domethënë, dhe marrin paga shumë të mira dhe shumë të paguara. Kështu që nuk do thotë asnjëherë që tani mbaroi shkollën dhe s'ka aftësi, por prandaj thashë duhet që secili të vlerësoj pak aftësitë. Ndoshta dhe si prindër kemi një lloj qasje kështu, themi, pse ne kemi vuajtur kështu fëmijët direkt të heci përpara, duhet parë në tërësi gjithë procesin. Dhe për te thjesht arsimit në fakt, secili student unë kam vënë re që ka tendencën për të mësuar se si janë projektet ndërkombëtare, si është mësimi jashtë Shqipërisë. Pra nuk është i kufizuar dhe në atë guackën e vet në kuptimin të informohet. E izolimit, po. Dhe prandaj kur dalin në tregun e punës, disa prej tyre, mbasi jo të gjithë, prandaj është e vërtetë që duhet parë individualisht secili kandidat, në fakt vinë me një background jo të dobët. Ka student që kanë informacione goxha të thelluara, sidomos në disa gjuhë programimi apo në një aftësi tjetër të tyre përsa i përket tregut punës. Pra secili nga studentët duhet parë me potencialin që ai ka si individ për të qëndruar dhe për të zhvilluar edhe më shumë, jo vetëm në fakt për sa i përket teknologjisë informacionit, pavarësisht që shohim që tendenca në fakt është tek teknologjia, tek inteligjenca artificiale, cyber security, por gjithsesi fakti që këta student informohen dhe kanë nivel goxha të mirë, një pjesë e mirë e tyre, që në fillim në tregun e punës, do të thotë që janë të aftë që ta kalojnë atë hendekun të cilën e ka krijuar tashmë edhe inteligjenca artificiale. Pra që jam i gatshëm të filloj menjëherë punë në një pozicion në fakt, jo shumë të lehtë, nuk po them për pozicione drejtuese, por jo domosdoshmërisht entry level në kuptimin e asaj që tashmë e ka zëvendësuar inteligjenca artificiale. Pra vetëm puna mekanike, rutine, që secili nga ne në punën tonë të përditshme besoj e përdor dhe besoj e ka kuptuar që ka disa punë të cilat para 10 viteve kryeshin nga vetë individi, ndërkohë sot mund të harxojmë vetëm 10 minuta për atë punë që më parë harxonim 2 orë. Ka ndodhur shumë. Edhe nëse vëm në fillim shkruanin makina shkrimi, filluan gjithë apo boça do gjej personat që tani do shkruajnë me kompjuter. Për shtatën, po prandaj e gjitha tregu është dinamik, mjafton që aftësitë të jenë gjithkohë. Punëdhënësi, qasja që ka punëdhënësi, tek ajo që Elda përmendi, që në jo pak raste kur kanë investuar dhe tek kapitali njerëzor, le të themi, janë përballur me largime. Nga ana tjetër kur rekrutojnë të rinj bën dhe janë mosbesues, pra çelësin personalisht e shoh tek punëdhënësi që të vlerësoj saktë dhe siç duhet atë që ka përpara, në këtë rast që mund të jetë njëri që kërkon të punësohet, dhe nga ana tjetër të vlerësoj
edhe të promovoj, le të themi, vlerat e një punonjësi që mund të ketë vite në atë kompani. Kjo kërkon një bashkëpunim shumë të fortë ndërmjet të gjitha hallkave të një organizate apo të një kompanie. Duke filluar që nga fryma e një drejtuesi deri tek menaxherët, sa i pranojnë të rinjt, sa i afrojnë të rinjt, çfarë pritshmërish kanë vetë të drejtuesit përkatës apo menaxherët e sektorial apo të departamenteve dhe duhet ta shikojnë si në familjen e tyre, siç kujdesen që fëmia i tyre të mos fillojë nga zero në familje, ashtu le të kujdesen edhe për një të ri që afrojnë në vendin e punës, që pse ta fillojnë nga zero dhe pse të shkojnë nëpërmjet të njëjtës rrugë që ka vajtur ai në karrierën e tij apo të saj. Mirë, do ta vijojmë bisedën edhe në pjesën e dytë, duhet të shkojmë në pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio.